një pjesë e mire juristëve në interpretimet e sotme thoshin që pas vitit 2012, me ndryshimet e bëra, pra me ndërhyrje dhe amendimet e vazhdueshme, deputetët po arshtu dhe ministra, si në rastin e zonjës Balluku, janë të mbrojtur ose kam amnisti vetëm për masat të cilat janë jo burgosëse. Pra, jo për masat burgosëse, është anasjeltas, në këtë rast bie edhe një interpretim, ose më saktë bën shumë herë me të interpretueshëm, ka një vakum tjetër. Si e keni parë persistencën e kryeministrit në këtë drejtim, ndërkohë që leximet juridike janë të ndryshme? Kryeministri është në një betejë tani që kurse humbi betejën e parë në gjykatën kushtetuese për një shkarkim, pak a shumë u sfidua nga gjykata kushtetuese për rastin Veliaj, sepse ai vuri emrin e vet për shkarkimin e Veliajt. Pavarësisht se me duart e Këshillit Bashkiak, po ajo ishte një vepër e Ramës, apo jo. Pra, duke u ndjerë i sfiduar në këtë nismë të tij, me duket se ka kaluar tani në ekstremin tjetër. Tani ka marrë një pozicion shumë prej protektorit, të kundërtën e pozicionit më pashëm, në lidhje me zonjën Balluku, që është zëvendës kryeministri, zëvendësi e tij. Natyrisht që këtu mund bëhen konsiderata politike. Duhet mësohemi në Shqipëri që tashmë drejtësia dhe ekzekutivi dhe parlamenti, pavarësisht se japin e marrin, janë pushtetet pa të ndara. Janë palë, sidomos drejtësia me ekzekutivin janë palë. Dhe aty ku shikojmë shembuj që drejtësia dhe ekzekutivi me të vërtet ballafaqohen si palë, unë mendoj se kemi të bëjmë një nivel, kemi të bëjmë një shprehje demokracisë. Pra demokracia kështu është. Ne jemi mësu zakonisht që çfarë thot kryeministri bëjnë gjykatat, ka qenë tradita jonë. Supozohet që këto janë palë të cilat nuk mbi vendosen, po i qëndrojnë përballë njëra tjetrës. Ka pas raste ose ka pas periudha, jo në Shqipëri, por duket në vende të tjera ka pas revansh pjesa e drejtësisë kundër ekzekutivit dhe ekzekutivi ka nejtë sus. Kur ekzekutivi dhe drejtësia vjen përballë dhe secila palë prezanton qëndrimet e veta, këto janë qëndrime. Unë them që drejtësia duhet sugjestionohet, nuk ka arsye. Jemi në një stat të ri, të marrëdhënieve midis dy pushteteve. Drejtësia, prokurorët, gjyqtarët e kushtetuesës, të gjykatave të tjera duhet të mësohen tashmë një herë mirë se pala tjetër, ekzekutivi apo pushteti tjetër, domethënë është përballë. Po duke se nuk jeni të bindur që kjo është një realitet faktik që tashmë ka ndodhur, më thatë që edhe trupën e kushtetuesës e keni parë nën presionin dhe vendimarrjen të reflektuar. Po, sepse inercia vazhdon. Ajo që thash unë tani, domethënë është një pohim që ka të bëjë me atë që presim ndodh, ajo pavarësia e plotë e pushtetit gjyqësor në gjitha aspektet. Ajo është një gjë që po ndodh, por nuk është se kemi mbritur në fund. Natyrisht që ato janë njerëz që sugjestionohen ose impresionohen, nuk mund të hyjnë në psikologjinë e tyre, por kryeministri ka ndërhyrë shpesh për mendimin tim. Domethënë, duke e njohur drejtën Po flisim për rastin Balluku në këtë rast. Duke e njohur drejtën e shefit ekzekutivit për të mbajtur qendrim, apo jo, bim dakord për këtë. Ai s'ka pse rëndësinuese, të jap që ka ndërhyrë më shpesh edhe përdora fjalën pressing në përgjigjen e herën e parë kur më dha fjala, dhe ai referon gjëra që ndoshta mund të jenë të vërteta, se ai e ka studiuar. Unë edhe kolegët e mi nuk e dina, kanë çekuar gjykundit të inteligjencë artificiale me pak një shembull në botë, po nga ana tjetër vështirë se gjejmë dhe shembuj po ashtu në botë. Të ngjashëm në botë si këto që përballet politika shqiptare. Pikërisht që për shembull një zyrtar i lartë i ekzekutivit akuzohet, është e pandehur, merret e pandehur, akuzohet me disa akuza dhe me disa fakte që kanë dalë publik në lidhje me një tender të madh, me 2 tendera, po sidomos me këtë, ku ajo e mbulon nga aja të zhëja vetë me autoritetin e vetë gjithë procedurën. Pra për ju është një ndërhyrje politike e mbi normuar në këtë rast. Duhet të them që nëse duam të referojmë, domethënë shembuj nga bota, duhet i referojmë në 2 krahë, jo vetëm në 1 krahë. Në botë këto zgjidhen, e tha Lorenci, në botë zgjidhen ose me dorëheqjen. Gjithkush që është përballë një akuzë të tillë, jep dorëheqjen. Dorëheqja është pak a shumë shprehje e vetdijes së pafajësisë. Thellë.
Deri në finalizimin e mundshëm të kësaj betejë me gjithë prezumimin e pavarësisë. Sepse gjërat kanë dalë, si do ta ushtrosh detyrën ti, kur je me gjyllin nëpër këmbë, se gjyllë quhen akuzat, që ke nëpër këmbë. Pra bota e ka zgjidhur kështu, ja ka lehtësuar punën kryeministrave, e miqve, e shokëve, ja u lehtëson vetë personi, apo jo? Këtu kjo nuk ndo, këtu është tani gjithë klasa politike, përgjithsisht, jo gjithë, po ata që akuzohen, do me kanë gjithë si rrugë që do mbahemi me thojë me dhëmë mas posi. Unë mendoj se e kanë kotë, nëse kanë bërë për të dënuar, nuk shpëtojnë dot. Nëse s'kanë bërë për të dënuar, do ta fitojnë betejën. Kryeministri tani e ka konsumuar këtë përpjekje, besoj se s'do dalë nesër, se do lejë nam që se deri dhe nesër, se ka edhe 2 ditë, apo jo. Meqense do duhet presim ditën e njëjtë për shprehjen e trupit zgjuar. Ditën e saj, do dalë të njëjtë. Do dalë ditën e saj. Pra, unë të them kryeministri që mos harroj një gjë, që nëse do të tregosh shqiptarëve që jemi shembull unik, se ne shembull unik jemi shpesh, edhe me këtë të lozët dhe në aspektin psikologjik. Pra le të bëjmë edhe një herë tjetër sui generis, po thoni ju, nëse do dalin sërish para vendemarrjes. Ne kemi qenë vend që s'ka ndodhur, çka ka bërë Shqipëria si ka bërë bota. Ne kemi thënë për s'ka ndodhur në asnjë vend botës kjo që ndodh në Shqipëri, s'ka ndodhur në asnjë vend botës ajo që ka ndodhur për shumë dekada në Shqipëri. Por s'ka ndodhur edhe kundër, këtë do të them. Që bota e ka zgjidhur në forma tjera, ose e zgjidh me dorëheqje, ose e zgjidh me shkarkim, vetë, po qëndrimi i kryeministrit na dëshmon që ai s'ka asnjë vërejtje për ndërkohë bota ka akte për të cilat ka precedent normal dhe formal të cilat ju sapo i përmend. Zoti Evangeli, duke marrë në konsiderat në këtë rast në momentin ose hapësirën më të mirë që kryeministri ka të drejtë të shqetësuar konform situatës dhe nuk ka vepruar sipas rrugës që ju po thoni është arsyeshmja për të ezauruar dhe është ajo jo juridikja, po politika sepse mjetet janë mbivendosura. Atëherë më thoni, është mungesë ndërgjegjësimi në leximin tuaj e kryeministrit vetë për të mos vepruar në këtë drejtim, apo janë efekte të tjera anësore që bëhen penguese dhe barikaduese për veprimin e tij? Natyrisht kryeministri është palë në këtë histori, edhe vetë pa dije e tij nuk bëhet në emër personal, po bëhet në emër të tagrit që ai ka marrë nga parlamenti dhe presidenti i Republikës për të qeverisur vendin. Pra nuk flet dot si një individ çfarë mendon apo çfarë gjykimi ka. Në shumë çka Rama është i detyruar dhe i kushtëzuar të lëvizë në këto gjëra. Por unë do t'ju përdor një logjik matematike për të kuptuar të vërtetën. Shikojnë njerëzia lajmet dhe thonë, po ndërhynë në sistem, po intimidon gjykatësit, bet fjalë për 8 njerëz, për vendimin që do marrin 8 njerëz. Shikoni çfarë presioni bën e me radhë. Si u thoni që është një impresion i gabuar ky që vjen të paktën nga ajo çfarë proklamohet publikisht nga kryeministri, ose dhe të tjetër në këtë rast në adresë të drejtësisë? Më ngjan se është marrëzi çdo koment që bëhet mbi këtë gjë. Pse? Shikoni, stili është njeriu dhe Rama përdor stilin e tij. Dhe për këtë gjë mund pëlqejet ose jo, por nuk mund të gjykohet. Po çfarë nëse stili është intimidues dhe presionues? Se mos ma faturon mua këtë stili është njeriu, e ka thënë Bualoj, jo unë. Se zakonisht ua faturon ju ato që nuk i pëlqen ti marrin vetë si përgjegjësi thonë. E kanë thënë latinët që unë po marr guximin dhe kurajon ta them, duke pasur frikë edhe se mund ta gaboj. De gestibus non disputantum est. Rëndësi ka që nuk përdorët si referencë në zoti Zogaj se prandaj ishte i shqetësuar. Latin, jo, dakord. Edhe zoti Zogaj është latin i mençur.